takimet tona të bajrameve, dim që çdo herë le të themi në ato minutat e para bisedën e kemi së bashku me ato të cilin edhe e nisim le të themi këtë maratonën e emisionit të Kurban Bajramit. Kemi filluar me faljen drejt për së drejti që në orët e hershme të mëngjesit, ndërsa tani unë dhe Egzona do t'jemi me krye'imamin e Bashkisë Islame të Ulqinit, Ali Bardhi. Gëzuar Bajramin, mirë se na vjen në studio. Kam nderin kënaqësinë që edhe një herë t'ju uroj juve, televizionit Hetuj dhe gjithë shikuesve dhe besimtarve që ju ndjekin nëpërmjet ekranit televizionit TV-ta, duke uru inshallah me gëzim dhe ibadet adhurimet pranume inshallah me zemër të mirë. Në çdo festë, le të themi të festë islame, nëse them kështu, ne jemi gjithmonë së bashku në bashkëpunimet tona, por edhe në këtë Kurban Bajram gjithsesi nuk mungon këto bashkëpunime. Ne sot e fillojmë ditën së bashku me këtë intervistë, por në minutat në vazhdim do të jemi për shikuesit përsëri së bashku për të sjellur disa momente tjera të veçanta. Edhe sot ndoshta e veçantë aty ku do t'jemi edhe së bashku pas pak është që ju ishit në xhaminë e Kravarit apo jo, në faljen e namazit të Bajramit. Këtë radhë pas thuajse 15-17 vjet, është hera parë që falem ne atë xhami se xhamia, si më thonë, xhamatit tim e fshatit tim. Dhe këtë radhë u bën sebeb ndërtimi i xhamisë së re, e cili është ndërtuar nëpërmjet Meshihatit Bashkisë Islame me një donacion nga Kuwaiti, për cilën falenderoj këtu përzemërsisht zotëni Omer Kajushen dhe Reisin, natyrisht edhe gjithë mezhlisin që ka dhënë, mezhlisin e Ulqinit që ka dhënë një vendim të tillë për të rindërtuar ajo xhami. Andaj ishte kënaqësi sot që të ishim atje. Natyrisht që në qytet ka qëndru kryetari, Blerim Efendi Bajraktari, pra në xhaminë e Penjeshit, aty ka qenë domethënë edhe si falja ma qendrore, natyrisht të gjitha xhamiat është fal Bajrami, por këtë vit unë kam zgjedhur së bashku me Zëvendës Reisin, pra Omerin, dhe Hafizin nga Turqia që të marrin pjesë në xhaminë e re. Jo se është hap me hapje ceremoniale, domethënë se ajo do të jetë më vonë në muin shtator, që pritet të përfundojë plotësisht, por është e përgatitur xhamia për të falur të keni edhe rastin që po, tani para se Egzona të kaloj në këto pyetjet ndoshta të lidhura pak më shumë me vetë Kurban Bajramin, vetëm diçka do doja, si është të kthehesh, le të themi, pas shumë vitesh? Po, është kënaqësi sepse natyrisht sheh njerëz të cilët e ke pas komshi, por ndodh diçka se një pjesë ka ndru jetë, vinë edhe brezët e ri që nuk i njeh shumë të shtip të brezët e ri. Edhe unë jam i ri, po janë brezët që janë më të ri, kështu që fëmijët e tjerë, kështu që është një kënaqësi që njihemi, takohemi aty dhe të jetë një sebeb i mirë, domethënë, se u bën sebeb domethënë ndërtimi i xhamisë. Ishte e vetë një xhami e cila është më e vjetra në do të thojë në trevin e Anës së Malit. Dhe jo se do të kemi rastin që të flasim, por gjithsesi po e ceki. Për të do të flasim sot në TV. Ajo është ndërtuar në një temel të ri, sepse temeli i vjetër është disa metra ma tej, dhe pas tërmetit është rindërtuar përsëri, se kjo është interesant, sepse si rezultat i shkarjes dhe erozionit që ka shkaktuar në atë vend ku është xhamia e vjetër, nuk është leju ose nuk është mund që të rindërtohet përsëri në ato themele, kështu që kanë shkuar në disa metra më larg dhe përsëri tashti edhe disa metra më larg xhamia e re. Detajet tjera i lëm për pak më vonë kur do të jemi së bashku në teren. Edhe ne dëshirojmë që ta shohim këtë material, se patjetër do të jetë diçka e risi dhe shumë e bukur për shikuesit që na ndjekën në këtë emision maraton të Kurban Bajramit. Ne çdo herë kemi pasur intervista të ndryshme së bashku, por cili është ai mesazh për të gjithë ato musliman që festojnë festën e Kurban Bajramit, cila është domethënia e tij kështu në pika të shkurtra? Po, si çdo fest që ka thelbin, kënaqësinë e vet, ka simbolikat me të cilat paraqitet, sepse
Gjitha ato simbolika që paraqiten kanë edhe domethënien e vet. Pra, ju keni pas rast ndoshta edhe që ndëgjojmë sepse është edhe koha e haxhit. Dhe haxhin e vetvete çdo ritual i cili përbehet prej atyne simbolikave ka domethënie çdo gjë prej tyne. Në të njëjtën mënyrë edhe festat të njëjtën gjë kanë, edhe festat, qoftë festa e Fitër Bajramit, Bajramit Madh siç është, domethënë që ka simbolikën e vet, që pas një sakrifice një mujore agjerimi, besimtari feston për atë që ka arrit. Në të njëjtën mënyrë edhe për Kurban Bajram, besimtari për asaj sakrifice, se nuk është ideja vetëm që të bëhet kurbani, natyrisht që është pjesë, po si thot edhe Zoti, as gjaku as mishi nuk janë ato të cilët afrojnë, por është devotshmënia. Dhe devotshmënia është interesant se për çdo adhurim, qoftë në agjerim për shembull, kërkohet që ti jesh i devotshëm. Në të njëjtën mënyrë në namaz kërkohet që ti jesh i devotshëm. Pastaj urthash për kurban duhet të jesh i devotshëm. Në të njëjtën mënyrë edhe për haxh, siç e thot Zoti në Kur'an, dhe përgatituni për haxh, por përgatitja më e mirë për ju është përgatitja shpirtënore me takva, domethënë, përgatitja me devotshmëni. Kështu që në vetvete, domethënë çdo festë ka domethënien e vet, po festa e Kurban Bajramit ka theks në veçantë devotshmëninë. Dhe këtë devotshmëni, sakrificën, sa njeriu është i përgatitur që në raste të vështira, sepse kjo ndërlidhet me kurbanin e cili është ngjarja që rrëfehet në Kur'an, ku Ibrahimi sheh në ëndër, ashtu si na përshkruan Kurani, sheh në ëndër se duhet ta bëj kurban djalin e vet. Dhe kur ja paraqet këtë djali i tij thotë se është i gatshëm për një gjë të tillë, vetëm të jetë urni i Perëndisë. Dhe në këtë mënyrë mesazhi apo ajo simbolika që përmban kjo është se sa ne jemi të gatshëm që të sakrifikojmë për veten tonë, për të afërmit tonë, për Zotin, po për vendin tonë, për besimin tonë, për kombin tonë, fundit për gjithë njerëzimin, sepse është detyrë që besimtarit i cili është i vetëdijshëm që të ketë kujdesin edhe për krijesat e tjera, edhe për çdo gjë që është në tokë. Prandaj domethënë ka një domethënie të veçantë, sepse me këtë njeriu shpreh solidaritetin, shpreh afërsinë, shpreh dashurinë, dhe ai kurban i cili bëhet domethënë është si thosh mandej shndrohet në një festë. Pa marrë parasysh se domethënia e tij është sakrifica dhe devotshmënia, po në anën tjetër është për festë, edhe siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, atë domethënë ndajmë në 3 pjesë, do të thoja më mirë, një pjesë për vete, një pjesë për të afërmit, për komshit, dhe një pjesë për ato që janë në nevojë. Gjithsesi, kurbani siç thash është festë, në fakt ajo duhet të festohet në të afërmit këto ditë dhe të afrojmë njëri tjetrin, dhe me këtë afrim që ne afrojmë njëri tjetrin apo që kemi dashni për njëri tjetrin, ne atëherë jemi edhe më afër Zotit, sepse në këtë mënyrë njeriu duke qenë koherent dhe duke qenë në bashkëpunim me vëllezërit e motrat e tjera, domethënë të afërm, atëherë domethënë arrin atë që edhe Zoti e dëshiron një gjë të tillë. Shpesh ndoshta lind pyetja, ne edhe kemi përmendur, por ta cekim edhe një herë, që a mund të zëvendësohet thirrja Kurban Bajramit me një vlerë monetare aq se sa është kurbani? Juristët islam kështu kanë vendosur, domethënë në referencë kuptohet prej traditës profetike që një gjë e tillë nuk lejohet, pasi nuk quhet pastaj kurban. Por nëse dëshiron që t'i japësh aty në ditëve, ajo numërohet si sadaka, pra si lemosh apo si dhuratë. Kështu që në këtë rast domethënë nuk e zëvendëson në bazë të jurisprudencës islame e cila ka vendosur me shekuj. Si është ndoshta edhe angazhimi i Bashkësisë Islame në shpërndarjen e kurbanit për të gjithë ato që është bërë tashmë edhe traditë? Ne si çdo herë, domethënë
se pari, domethënë gjithë ata të cilët kanë dëshirë që të dhurojnë kurbanin e plot për nxënësat e medreses, ato e dhurojnë, pra e kanë dhuru, do të thotë deri me datën 5, pra dje, dhe gjithë këto ky mish shkon për nevojat e nxënësave të medreses, që e shpresojmë që inshallah dhe vitin tjetër ta ndërtojmë edhe në Elçin, sepse është drejt përfundimit, punët janë të jetë mirë tashti, dhe inshallah do të hapet edhe në Elçin, dhe do të kemi edhe rastin që mos e të shërbejmë edhe nxënësave tonë që janë në Elçin, por kemi edhe nxënësat tonë të cilët janë në medresën e Tusit. Por njëherët ja është dhënë mundësia edhe aty në besimtarë, qytetarë në Rum, të cilët donë me adhuru një pjesë nga kurbani. Pra, duke ju referu traditës pejgamberit a.s. ku një pjesë shkoj për nevojtarët, atëherë, domethënë, Komisioni Bereqeti, i cili është nën Mezhlisin e Bashkisë Islame të Ulqinit, ka marrë një vendim ku i gjej rastin të falenderoj gjithë ata djem vullnetarë të cilët çdo herë e bajnë një punë të tillë, një punë të hajrit, dhe një herë të falenderoj edhe nga këtu pronarin e marketit Solaris, i cili na ka dhënë mundësinë që ditën e parë, pra sot, për gjithë ata të cilët duan të adhurojnë një pjesë, mund t'i dërgojnë tek marketi Solaris, dhe ditën e nesërme, pra do të nisë me shpërndarjen e mishit për gjithë ato familje që i kemi në evidentim që i ka Komisioni Bereqeti, sepse ma mirë se kërkush, tashti është bën një përvojë, ka disa vjet me të cilat veprohet në këtë mënyrë, dhe kështu që Bereqeti i ka dhe ato listat se ku duhet t'i përcjell. Tani, dikush që bën kurbanin në shtëpi edhe e dim të ndarje në trish, kur është mirë që të bëhet kjo ndarja? Kur është mirë që të dorëzohet? Me njëherë është e mirë, sepse ideja është që të festojnë edhe ata, sepse ideja është që një person i cili nuk e ka një mundësi të tillë, ai duhet të jetë pjesë e festimit së bashku me ne. Për atë arsye domethënë, sepse mos banojmë, domethënë duhet të jetë me njëherë, siç e ke për vete, me njëherë në atë moment duhet të gëzoj. Por ne për shkak të pamundësive, sepse ditën e parë mlidhet i gjithë dhe përgatitet në qese, e ditën e dytë me njëherë do të fillojmë shpërndarja. Dafina, ashtu siç edhe në gjuhën popullore, ky Bajram ne e quajmë Haxhi Bajram, edhe lidhet edhe me haxhit që ditë më parë u nisën për në rrugën e madhërishme atje në Hax. Jeni ndëgjuar me ta dhe si janë duke kaluar atje? Po, deri tani jemi dëgjuar shqyrë Zotit, domethënë kemi 2 imam, në fakt 3 së bashku me imamin e krajës, i cilët janë nga zona jonë, natyrisht ka nga qytetet e tjera, imam të ndryshëm, ku marrim informacionet vazhdueshme se janë shëndoshë mirë, kanë kryer me sukses deri tani atë pjesën e obligimit, natyrisht ditën e Arafatit e kanë përfunduar, por tash mesin edhe ditët e tjera, dhe kështu që avash si me thënë përfundojnë atë pjesën e obligimit dhe pastaj do të kalojnë në qytetin e Medinës pas disa ditëve, ku më pas do të kthehen. Tani, ne nga mëngjesi që ju morëm nga fshati le të themi ku kthehesh pas shumë viteve, do të shkojmë përsëri së bashku atje sot për të folur, ashtu siç e thatë, për një nga xhamit më të vjetra të Trevës tonë. Ndërsa Exonën po e lënë në studio, ne do të shkojmë së bashku, por në këto momente do të sjellim edhe një herë faljen e namazit të Bajramit nga xhamia e madhe e Pinjeshit. Shikim të këndshëm në vazhdim, vazhdojmë të jemi së bashku në këtë emision të Kurban Bajramit. Faleminderit. Faleminderit gjithëve juve, televizionit tuaj dhe gjithë besimtarëve ju uroj urime për shumë mot festën e Kurban Bajramit.